Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Falënderimi takon Allahut të lartësuar, paqja, mirësi, bekimet e Allahut qofshin dërguar në ti Muhammedin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe me gjithë besimtarët që ndjekin pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit. Duke qenë se edhe jemi në ato ditët pas muajve gjatë Ramazanit, s'ka dyshim se një prej sfidave më madhështore që kanë muslimanët fill pas sezonit të Ramazanit është që në një farë mënyrë të ruajnë diçka prej ritmit, prej freskisë, prej imanit, prej investimit të cilin e investuan gjatë këtij muaji. E po të vëshëre, kryesisht edhe ligjëratat dhe këshillat dhe orientimet të cilat ndahen në xhami janë në këtë kuadër, sepse realisht është sfidë. Dhe është sfidë pothuajse të gjithë pësojnë një tronditje pas Ramazanit. Pra nga një atmosferë ndryshe, zemrat janë ndryshe, aktiviteti është intensiv, lidhja me Zotin është më solide, privimi nga gjunat, nga mëkatet është më i madh, bien pastaj në një normalitet, edhe në një farë mënyrë edhe angazhimet e kësaj dunjaje janë pak më të reduktuara, pastaj ndryshojnë pothuajse gjithçka. Dhe fillojmë të ndijmë që të gjithë, kush më shumë dhe kush më pak. Ka gjërat e bukura, madje ka gjërat më të bukura që kam lexuar këto kohët e fundit, por jo vetëm. Është një thënie që ka thënë një profesor, një doktor, në lidhje me ruajtjen e freskisë besimit dhe me ruajtjen e ritmit të investimit apo të standardit që ndërton besimtari, të ruajtjes së raportit me Zotin lartësuar. Dhe nuk do bëjmë gjithë tjetër sot, thjesht do ta ndajmë bashkërisht inshallah. Unë do ta lexoj, nuk ka nevojë për shumë koment. Dikur thot, besimi ishte në zemrën e njeriu si një llam ndriçuese. Dikur ishte në zemrën e njeriu si një llam ndriçuese. Digjej nga brenda dhe drita e saj shtrihe jashtë. Digjej kjo llam, ndryçonte, dhe kjo dritë shtrihe jashtë. Njerëzit nuk ndikoheshin, nuk përfitonin vetëm nga fjalët e këtij njeriu, pa që brenda i diqte kjo llam apo ndryçonte, mirë po thotë edhe nga ngrohtësia e besimit që depërtonte mes tyre. Kjo sepse besimi është dritë që Allahu e vendos në zemër. Dhe Allahu lartësuar thotë, ai është ai që ishte i vdekur dhe ne ringjallëm dhe i dham dritë me të cilin ecën mes njerëzve, i barabartë me atë i cili vazhdon të jetë i vdekur apo i zhytur në errësira, s'mund të jetë i njëjtë. Dhe kjo dritë thotë buron nga ai që vetë është drita. Allahu lartësuar është nuru samawati wal ard. Pa i do thotë në zemër, dikur, në zemrën e njeriu, kishte një llam. Dhe kjo llam ndryshonte. Dhe në dritën që ndryshonte nga kjo llam, e preknin dhe të tjerët, e ndjenin dhe të tjerët. Jo edhe nga fjalët, por edhe nga prezenca, dhe nga komunikimi, dhe nga sjellja, dhe nga atmosfera që përcillte. Ky njeri ndryshonte ai tëri. Por llampa, sado e fortë të jetë, mund të zbehet nëse i Zoti i saj i harron vajin. Llampa, sado e fortë që të jetë, vjen një moment që mund të zbehet, nëse harrohet vaji me anë të cilës ajo ndryshon. Kështu edhe besimi ndonjëherë zbehet, jo me hapa që shihen, dhe kjo është e frikshme, por duke neglizhuar atë që e ushqen dritën e zemrës. Duke e neglizhuar atë që e ushqen dritën e zemrës. Sepse dobësimi nuk vjen me njëherë, por fillon me harresë. Fillon gradualisht. Dhe Allahu lartësuar thotë, dhe mos u bëni si ata që harruan Allahun, dhe ai bëri që të harrojnë vetveten e tyre. Dhe gjithashtu pejgamberi alayhis salam ka thënë, besimi vjetrohet në zemrat tuaja ashtu siç vjetrohet rroba. Prandaj kërkoni nga Allahu që t'u ripërtëri besimin në zemrat tuaja. Mirë, si erdhi kjo zbehje, dhe si erdhi kjo fikje, shuarje e kësaj llambe, e kësaj drite? Fillimi thot vjen nga një çarje e vogël që askush nuk e sheh. Pa ka diku te kjo llam një çarje të vogël, shumë të imët, që fillon dhe rrjedh vaj derisa thahet.
dhe pastaj fiket, shuhet llamba. Një çarje e vogël që askush nuk e sheh, as vetë personazhi, as vetë personi ndoshta nuk e shikon. Çarje e vogël. Pra një humbje e standardit, e nivelit, e ritmit, e freskisë, raportit me Zotin. Fillimi thotë është një çarje e vogël që askush nuk e sheh. Çdo dobësim i besimit fillon nga një vend që vetëm Zoti e sheh. Fillimi. Një çast kur humbet përqendrimin khushu në namaz. Mund të jetë për shembull që dikush humbet atë përqendrimin në namaz. Nga 100% që e ka patur, fillon dhe i zbet në 95%, pastaj në 90%, pastaj më pak, pastaj më pak, që këtu mund të fillojë çarja e llampës. Që fillimisht robi nuk e kap, nuk e heton diçka të tillë. Pra çdo dobësim i besimit fillon nga një vend që vetëm Zoti e sheh. Një çast kur humbet përqendrimi, khushu, që dikur e mbushte zemrën. Një çast kur përmendja e Zotit shtyhet. Pra e ke në këto momente, në këto stacione, e ke përmendur Allahun lartësuar, tani fillon dhe e shtythot. Edhe pse ishte ajo që e gjallëronte shpirtin. Pra kjo përkujtimi i Zotit, ky dhikr apo ky moment që përkujtoi Allahun, ishte ushqimi më i mirë ditor. Ishte momenti më kulminant, lumturia më e madhe. Po e shtyn pak më vonë. Një çast kur përmendja e Allahut shtyhet, edhe pse ishte ajo që e gjallëronte shpirtin. Një çast kur ngrohtësia e sinqeritetit zvendësohet me ftohtësinë e rutinës. Pra një moment ku robi e ndjente adhurimin, e shijonte atë, e përjetonte, ishte shumë i sinqert në momenti që ja dedikonte Allahut të lartësuar, me çfarë zvendësohet? Me ftohtësinë e rutinës. E kuptoni apo jo? Zvendësohet me ftohtësinë e rutinës. Që do thotë robi vazhdon ta kryej, ta bëjë atë vepër që e bënte përpara, po tashmë nuk e ka këtë ngrohtësi, nuk e ka këtë freski, por tashmë ka vetëm rutinë. I ka 12 rekate sunet gjatë ditës, ai i kryen. Po kush problemi? Tashmë më përpara i ndjente, i përjetonte, ishte i përqendruar, i shijonte ato, tani çfarë? I ka thjesht rutinë, e ka humbur atë freski. Ashtu si një mur që nuk bie me një herë, por fillon të anohet gradualisht, pëson çarje, depërton ndoshta ujë apo jo, fillon të anohen gradualisht, as besimi nuk dobësohet pa pritur. Dhe as besimi nuk vishket, nuk zbehet në zemrën e robit pa pritur në moment direkt. Po vjen në mënyrë të përshkallëzuar. Por shtohen çarjet e vogla. Çfarë ndodh? Të çarjet që mund të ishte një, o shtohen bëhen disa, ose kjo çarja e cila ishte një, fillon dhe zmadhohet, fillon dhe shtohet. Po shtohen çarjet e vogla. Çfarë mund të jenë këto çarje? Çfarë mund të jenë? Angazhimi i tepërt në këtë dunja, plogështi, mërzi, rëndes në adhurim, humbet atë sensin, atë freskinë, atë kënaqësinë në adhurim, derisa njeriu zgjohet dhe gjen veten në skaj të rrugës. Ndërkohë që diku reste në zemrën e saj. Zgjohet një moment, përmendet njeriu, bën një analizë, bën një krahasim me gjendjen që ka qenë ndoshta përpara disa muajsh, përpara disa kohësh, dhe gjen veten ku e gjen? Në skaj të rrugës. Ndërkohë që ku ishte? Ecste më përpara në qendër të saj. Që do thotë ishte në qendër të imanit, të besimit, të devotshmërisë, të dijes, të jetës fetare, të vllazërisë. Tani e gjen veten diku aty në skajtë të rrugës. Zot na ruaj. Shenjat e zbehjes, shikoj se sa bukur e thotë. Prani që i ngjan mungesës. Shenjat e zbehjes. Prani që i ngjan mungesës. Njëjtë. Si të jesh dhe mos të jesh. Njëjtë, si ta falësh namazin dhe mos ta falësh. Njëjtë, si të jesh në mësim dhe mos të jesh. Njëjtë, si të jesh në jetën fetare, në jetën vllazërore dhe mos të jesh. Prania është, fizikisht është. Mirë po shpirtërisht, me përfitim, me entuziazëm, me emocion, me iman, me freski, prani që i ngjan mungesës. Zot na ruaj. Ka njerëz të cilët janë të pranishëm me trup, por të largët me zemër. Të pranishëm me trup, por mirë po me zemër janë të largët. Falja thotë është aty, fjalët janë aty, veprat janë aty. Namazi është aty, veprat janë aty, prezenca është aty. Por diçka brenda tyre nuk shkëlqen më si dikur. Nuk shkëlqen. Namazi nuk shkëlqen. Xhamia nuk
të jep më atë që të jep të çdo gjë. Sikur besimi është bërë një formë që mbahet, jo një jetë që jetohet. Pra si t'ishte besimi diçka fizike që thjesht ta kemi apo si një rrobë. Dakord? Që e veshim e kemi Allahun, jam musliman, jam besimtar, jam devotshëm, jam i dijshëm, jam i tillë, jo diçka që jetësohet, jo diçka që përjetohet, jo diçka që ndihet. Dhe zemra që dikur gjente qetësinë, afërsinë me Zotin, tani kërkon atë, ndjenj, por nuk e gjen. Kjo zemër e cila çfarë është mësuar me Allahun, është mësuar ta shijojë imanin, është mësuar ta shijojë çdo detaj, tani e kërkon, mirë po, nuk e gjen, sepse është më e dhimbshme që dikur të jesh ambientuar me një shije të caktuar, me një ëmbëlsi të caktuar, dhe tani nuk e gjen dot më atë. Se sa dikush i cili as nuk e ka shijuar ndonjëherë. Ai i cili nuk e ka shijuar ndonjëherë, nuk është se përjeton ndonjë dhimbje të madhe. Dhe zemra që dikur gjente qetësinë, afërsinë me Zotin, tani kërkon atë ndjenjë, por nuk e gjen. Njerëzit mund mos e vërejnë ndryshimin. Njerëzit mund mos e vërejnë ndryshimin. Pse nuk e vëren ndryshimin? Sepse ti je 5 vakte në xhami dhe unë jam 5 vakte në xhami. Dakord? Dhe ne shikojmë që mashallah, flasim për fenë e Zotit apo dëgjojmë për fenë e Allahut të lartësuar. Kështu në dukje nuk ka ndryshuar diçka as në dukje në raport me sunetin e pejgamberit alayhis salam, jemi ata që kemi qenë, madje fizikisht dhe në praktik mund të kemi shtuar diçka. Apo jo, njerëzit mund të mos e vërejnë ndryshimin. Por zemra e di mirë se po bën më shumë se sa ndjen. Por zemra e di mirë. Çfarë po di mirë? Se po bën më shumë se sa ndjen. Që do thotë bëj më shumë prej adhurimeve, prej veprave praktike fizike se sa ndjejmë realisht. Po vepron më shumë se sa përjeton. Po vepron më shumë se sa përjeton. Shkaku më i thellë, do gjejmë shkakun. Ky është një përshkrim i frikshëm në një farë mënyrë. E lutem Zotin e lartësuar që inshallah asnjëri prej nesh nuk është pjesë e plot, përgjithshme e këtij përshkrimi. Mirë po, kemi çfarë të marrim dhe të përkujtohemi. Shkaku më i thellë, cili është kur lumi thahet thot nga burimi, mbetet vetëm shtrati. Ku është problemi? Problemi është se është thar burimi. Shtrati është, por nuk ka ujë që të vijë deri në destinacion. Besimi nuk është vetëm dije, as vetëm fjalë, as vetëm zakone, është lidhje e gjallë mes robit dhe Allahut të lartësuar. Pra besimi nuk është fragmente të shkëputura. Besimi është një lidhje që rrjedh merr burimin prej Allahut të lartësuar, është rrjedh deri ku në zemrën e robit. Prej Allahut në zemrën e robit. Ajetet e Kuranit, hadithet e pejgamberit alayhis salam, komplet jeta fetare, çfarë është? Nuk duhet të thahet asnjëherë shtrati. Asnjëherë nuk duhet që të thahet burimi, se pastaj mbetet vetëm shtrati pa ujë. Ai është një lidhje e gjallë mes robit dhe Allahut të lartësuar. Nëse burimi thahet, mbetet vetëm forma pa shpirt. Thar burimi, thar zemra, s'ka më ndjenjë, s'ka më emocion, s'ka më entuziazëm, s'ka më. Çfarë mbetet pastaj? Mbetet vetëm forma pa ndjenjë. Rekate pa fund, ndoshta njëkohësisht dhe praktika të tjera apo adhurime të tjera, mirë po pa ndjenjë. Mund të fajsohen rrethanat. Dhe mund robi të justifikohet dhe të fajsojë rrethanat. Dhe thot, ke të drejtor vëlla, mirë po lodhja, jeta, hallet, sprovat, fukarallëku, vështirësitë, ti i ken terezi punët, po ta dish ti ishe ti në gjendjen time, mund të jetë 1001 justifikime. Por e vërteta është se dobësimi fillon kur njeriu harron se vaji që ndryshon llambën është sinqeriteti i fshehtë, është vetmia me Zotin, është përmendja e tij dhe është cilësia e raportit me Zotin e gjithësisë. Ktu është problemi. Nuk është tek rrethanat. Nuk është as te angazhimet, sepse ka njerëz me rrethana akoma më të vështira, me angazhime akoma më impenjative dhe ruajnë çfarë? Ka ruajtur vajin që ndryshon llambën. Është thar vaj që ndryshon llambën. Dhe vaji që ndryshon llambën është sinqeriteti i fshehtë. Është vetmia me Zotin dhe është përmendja e tij. Pra është raporti cilësor me Zotin e gjithësisë që përfshi të gjitha adhurimet e zemrës dhe gjithçka tjetër që duhet të burojë për besimtarin.
Nuk do besohet një zemër që mbështetet tek Allahu. Nuk vishket një shpirt që kthehet tek mihrabi. Tek mihrabi, që do thotë raporti i ngushtë me Zot. Mihrabi është ky. Raporti i ngushtë me Allahun e Madhëruar. Dhe nuk humbet qetësia një njeriu që ruan lidhjen me krijuesin e tij. Pra këtu është çështja. Çasti i përballjes që duhet të jetë në këtë moment, përballemi me veten tonë, me gjendjen tonë dhe bëjmë analizën. Mos vazhdon akoma dhe rrjedh drita, rrjedh vaj, se cili tani bën llogarin në zemrën e tij. Mos kam çarje dhe më rrjedh ky vaj dhe kjo drit dhe unë nuk e ndijej. Njeriu duhet të ndalet her pas herë dhe të pyes veten, a është ende besimi im i gjallë? A dalin veprat e mia nga zemra apo janë bërë vetëm zakon? A ndjej ende afërsinë me Zotin apo vetëm e përmend me gjuhë? Pyetje, jo thjesht sa rakate kryej apo çfarë veproj. Jo, raport më të ngushtë, sinqeriteti me Allahun. A ndjej këtë iman? A jam krenar? A e shijoj? A jam i sinqert? A mos vallë për lyhem, Allahu na ruajt me forma të ndryshme hipokrizie dhe nuk po e kuptoj. A ndjej ende afërsinë me Allahun apo vetëm e përmend me gjuhë? Forma më rrezikshme e dobësimit është të jesh i pranishëm fizikisht, por i munguar me shpirt. Fizikisht në xhami, shpirti ndiku tjetër. Fizikisht në xhami, mendja ndiku tjetër. Fizikisht në xhami, zemra ndiku tjetër. Dhe në këto momente nëse është ky realiteti, Zot na ruaj, atëherë derti i më i madh që ka robi ta kryejë dhe të ikë. Ku të shkoj? Atje ku ka zemrën, atje ku ka mendjen, atje ku ka shpirtin. Atje sepse është ndarë si qenie. Nuk është i plotësuar dhe nuk është i gjiti në adhurimin si qenie që ka krijuar Allahu. Forma më e rrezikshme e dobësimit është të jesh i pranishëm fizikisht, por i munguar në shpirt. Të vazhdoj trupi në adhurim ndërsa zemra është larg. Kjo është një gjendje që nuk shihet, por humbet shumë nga ajo që mund të kishte qenë dritë në jetën e njeriu. Ti nuk e shohim dot. Po çfarë bën? Konstatohet. Me të gjitha këto forma, të cilat u lart përmendur. Zemrat janë mes dy gishtave të mëshiruesit, ai rrotullon ato si të doj. Dhe ky është hadithi që ka thënë pejgamberi alayhis salam. Zemrat janë mes dy gishtave të Allahut, të mëshirshmit, dhe ai rrotullon ato si të doj. Tani mbetet rruga e kthimit. Thot rruga e kthimit. Në moment që bëjmë konstatimin, dhe bëjmë një përshkrim të gjendjes së situatës, ndoshta secili prej nesh kupton që ka rrjedhje në llambën e tij, atëherë cila është rruga e kthimit? Kthimi nuk është në shumimin e veprave. Nuk është në shumimin e veprave, sepse nuk mungonin veprat. Tham që nuk mungonin këto vepra. Por kthimi është në ringjalljen e zemrës. Është në investimin tek zemra. Kthimi tek momenti kur për herë të parë ndjeve besimin me sinqeritet. Kur për herë të parë e ndjeve kënaqësinë dhe ëmbëlsinë e imanit, të besimit, të sejdës, të adhurimit, të davetit, të fjalëve të mirë. Pa të kthehesh në pikën fillestare, në momentin fillestar. Atje është kthimi, rruga e kthimit, kjo është. Kthimi tek një abdesti plot, tek ato momentet ku shijoj abdesti, sidomos në rrethana të vështira, në akull, në të ftohtë, apo kur shijoje çdo moment që merri abdesti. Elhamdulillah Zot se si prej nesh i ka shijuar këto momente. Dhe inshallah vazhdojmë ti shijojmë. Një sejdë e qetë dhe një lutje e sinqertë. Kthimi te Kurani jo vetëm si lexim, por si fjalë e Allahut të lartësuar që i flet shpirtit të njeriu, që ngjall, që ringjall, që ripërtërin, që freskon shpirtin, zemrën e njeriu. Kthimi tek shoqëria që të afron me Allahun, jo tek ajo që të largon nga Zoti i gjithësisë. Pra ka ata njerëz të cilët kur ti i shikon dhe kur je me ta, kujtojnë Allahun e madhruar dhe të afrojnë me Zotin e gjithësisë, jo ata që ta acarojnë në të gjitha kuptimet e fjalës. Dhe aq më tepër pastaj tek ajo shoqëri që të largon nga Allahu i lartësuar. Dhe përfundimi mos e lër dritën të zbehet pa e kuptuar. Dhe pse edhe me thonë të drejtën ndoshta unë isha më nevojtari për këtë këshill, Allahu shpëlbeft atë që e ka shkruar dhe e ka thënë, por nuk e di, më duk si ka gjërat më të bukura që kam lexuar, edhe ndoshta edhe për faktin se mbase isha unë më i nevojshëm për të dhe më nevojtari, mirë po edhe përkon fill pas muajit begat Ramazan.
ku secili prej nesh ka investuar tek llampa, ka investuar tek vaji, ka investuar pa edhe në një farë mënyrë muajin e begat Ramazanit kemi marrë edhe me merremetet dhe kemi izoluar dhe çarjet. Apo jo? Kemi izoluar dhe çarjet. Dhe është momenti më i mirë them që zë vend kjo këshill sepse ruhet kjo llampë për mos të rrjedhur pikërisht asnjë pikë vaj. Dhe për mos humbur shkëlqimi. Përfundimi, mos e lër dritën të zbehet pa e ndier. Njeriu mund të humbas shumë gjëra në këtë botë. Është mëse normale, dunjaja është kalimtare. Dunjaja është sprov, një gjë që të vjen sot, mund të të ikë nesër. Dakord, ose gjëra të caktuara ndërrojmë dhe mbase nuk vinë. Mirë po, njeriu mund të humbas shumë gjëra në këtë botë. Dhe ato kalojnë. Por humbja më e madhe është të dobësohet besimi pa e kuptuar. Të mendoj se është ende i njëjti, ndërkohë që zemra ka ndryshuar. Pra nuk ka humbje më të madhe se sa besimtari çfarë të bëjë, të humbasi imanin, të humbasi besimin pa e kuptuar. Pa e kuptuar, pa e ndier. Dhe ndërkohë të mendoj se ai është i njëjti. Vazhdoj të jemi i njëjti. Jo, akoma më e madhe bëhet fatkeqësia nëse njeriu mendon se ka avancuar. Dhe ka përmirësuar, ka arritur nivelin e devotshmërisë, të dijes, të raportit me Zotin dhe ndërkohë që çfarë, ai nuk e kupton që janë shtuar çarjet në zemër, çarjet në llang dhe rrjedhjet që rrjedhin pa ndier dhe pa kuptuar. Të mendoj se është i njëjti, se është ende i njëjti, ndërkohë që zemra ka ndryshuar. Të besoj se drita është ende, ndërkohë që ka mbetur vetëm kujtimi i saj, vetëm gjurmët, shtrati, burimi i shtar. Nuk rrjedh më ujë, s'ka më gjallëri. Po çfarë ka? Ka mbetur vetëm shtrati dhe shtar, burimi. Të besoj se drita është ende, ndërkohë që ka mbetur vetëm kujtimi i saj. Besimi nuk është fazë që kalon, as një zakon që mbahet, ai është një jetë që jetohet me zemër. Nuk është fazë. Po çfarë është? Është një jetë e tëra, e gjitha që jetohet me Allahun. Jetohet dhe ndihet dhe përjetohet. Prandaj ruaje zemrën tënde, ruaje lidhjen me Zotin tënd dhe ruaje dritën brenda teje. Sepse zemrat që Zoti i ka ndryshuar një herë meritojnë të mos arrësohen nga neglizhenca jo. Edhe një herë, sepse zemrat që Zoti i ka ndryshuar një herë meritojnë të mos arrësohen nga neglizhenca jo. Kjo Allahu shpëlbej edhe një herë atë që e ka thënë dhe atë që ka shkruar, edhe pse unë pak e modifikova diçka. Mirë po, lusë Allahu lartësuar që na ketë bërë dobi. Nuk ka nevojë më as për të shtuar, sepse me thënë vetën është nga perlat, është nga gjërat më të bukura që kam lexuar kohëve të fundit. Allahu i ndëshov zemrat tona me dritën e imanit, e lutem Allahu lartësuar që mos ketë rrjedhje në zemrat tona, mirë po investim në këtë vaj, i cili është hyjnor dhe në këtë freskinë dhe në këtë devotshmëri. Dhe kjo është detyrë dhe sfidë, sidomos pas muajit begat të Ramazanit. Allahu ndaraf, subhanallahu wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.